Janë rishfaqur përplaset deklarative ndërmjet nënkryetarit e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani dhe ish nënkryetarit e kësaj partie, tani më njëri ndër liderët e Vlenit, Izet Mexhiti, ndonëse tash në mpetkun e partisë. Ata debatën e kanë shndruar në emra të përveçshëm. BDI akuzon Mexhitin se, siç thon, për më shumë se 20 vjet, ai dhe grupi i tij e kanë uzurpuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup dhe se sipas tyre kanë shkatruar të armën e një gjenerate të tërë të rinjeve të kryeqytetit. Promotori i nepotizmit brutal nuk përfaqëson shqiptarët. Izet Mexhiti, politikani që u bë milioner duke varfëruar çajirin, sot mundohet të shihet si ndryshim, por qytetarët e dinë të vërtetën. Struktura e tij politike funksionon me të njëjtën logjik si klanet mafioze, besnikëri familjare, interesa personale dhe kontroll përmes njerëzve të tij të afërt. Promotori i nepotizmit brutal nuk përfaqëson shqiptarët. Ndërkaq, në të njëjtën mënyrë, u janë përgjigjur edhe nga koalicioni Vlen, të cilët deklarojnë se Izet Mexhiti është emër që i shkakton dhimbje BDI-s, sepse sipas tyre, bashkë me popullin i kanë dërguar në opozit. Për disa ish funksionar të BDI-s, që nga Vlen i quajnë Karigexhin dhe rrin afër Ali Ahmetit, theksojnë se e kanë privatizuar partinë. Le të mbajnë mend mirë, Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash dhe përgëdhjeljeve të Ali Ahmetit. Ai ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet, me votë, me terren, me njerëz, jo si Bujar Osmani, Vlerin Bexheti, Fatmir Besimi dhe klika e BDI-s, që politikën e kanë kuptuar vetëm si ngjitje përgatike, tender dhe rehati personale. Dallimi është i madh. Izeti ka qenë në mohall me qytetarin, ndërsa ata në zyra ekzekutivi dhe pazare pushteti. Duke llogaritur me ditë se sa kanë udhëhequr me dikastere derisa ata ishin në pushtet, nga Vlen kanë përsëritur se Bujar Osmani mbi 3700 ditë ministër dhe Blerin Bexheti mbi 5500 ditë në poste dhe ende flasin për mbrojtje të shqiptarëve. BDI-ja, sipas Vlenit, shqiptarin e ka parë vetëm si numër për votë, ndërsa postet si trashëgimi familjare.